Kuvendi I ka hapur rrugë plotësimit të kuadrit ligjor për standardizimin ushtarak të forcave tona të armatosura. Një detyrim ky që rrjedh pas antarësimit të Shqipërisë në NATO, e që parashikon plotësimin e 300 standardeve deri në vitin 2015. Për ministrin e mbrojtjes Arben Imami, I cili raportoi përpara Komisionit të Sigurisë, sistemi I standardizimit ushtarak në forcat e armatosura klasifikohet në 3 kategori: atë operacional, material dhe standarde administrative. Ka si qëllim krijimin e kuadrit ligjor për standardizimin ushtarak, I cili përfshin planimin, përgatitjen, publikimin dhe zbatimin e standardeve ushtarake shqiptare në përputhje me standardet dhe përcaktimet e aleancës. Nga ne është gjykuar se është e domosdoshme rritja e mëtejshme e ndërveprimit të forcave tona në operacionet kombëtare dhe ato ndërkombëtare me forcat aleate, dhe është pikërisht ky sistem që na e bën të mundur këtë gjë. Në draftimin e Ministrisë së Mbrojtjes parashikohet që brenda vitit 2010 forcat tona të armatosura të kenë plotësuar deri në 40 standarde, nga 3000 që parashikon kuadri ligjor I strukturës euroatlantike. Për standardizimin e plotë të forcave të armatosura është parashikuar një periudhë kohore 10 vjeçare.